Dal dhe njerë këtu. Atëherë, si prezantojmë veten në italisht. Pra, lexoj fragmente nga libri. Kam një pyetje. Do lodi? Ja pritova, lexojmë sik fragmentet, se do të hajë te YouTube këtë. E pastaj. Atëherë, fragment nga libri. Buongiorno, come si chiama? Pra, mirdita, si quheni? Io mi chiamo Andrea. Unë quhem Andrea. Ciao, come ti chiami? Ç'kemi, si quhesh? Io mi chiamo Era. Unë quhem Era. Lei è il signor Mattei? Në formale, pra zyrtare. Ju jeni zoti Mattei? Sì, sono io. Poi jam unë. No, non sono io. Jo, nuk jam unë. La nuova direttrice? Pra ju jeni drejtoresha e re? Informale. Tu sei il mio migliore amico. Pra ti je shoku im më i mirë. Këtu kemi tjetër. Ti je shoku im më i mirë. Në më shoqe, moj. Jo. Këtu ishte si bëjmë prezantime në mënyrë formale dhe në mënyrë informale. Shikëm një fjalor këtu. Apo i hap kështu, sepse siç e dini kemi 27 situata të përditshme, ë? 27 situata të jetës së përditshme. Në rapateria. Ja, do mbyll më shpejt tani duket. Pra 27 situata, dhe është një libër shumë i vlefshëm për njerëz që janë live.